Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni kolesterol të lartë, mos i fusni në gojë këto ushqime. Ja çfarë po ju shkaktojnë. Lista e sëmundjeve që vijnë nga problemet e shëndetit janë nga më të ndryshmet, po ashtu edhe lista e ushqimeve të cilat bëhen shkak për zhvillimin e këtyre sëmundjeve mund të jetë shumë e gjerë. Ndër sëmundjet më të përhapura në botë si diabeti ose problemet me kolesterolin shkaktohen pikërisht nga përditshmëria. Ushqimet që konsumoni çdo ditë dhe aktiviteti fizik ndikojnë në gusht në shfaqjen e sëmundjeve ose jo. Me problematiket janë ato sigurisht me yndyrat e këqija, pasi mund të jenë të vështira për të trajtuar dhe shumë të rrezikshme. Kolesteroli i lartë me siguri e keni dëgjuar të përmendet shpesh, pasi shkakton një sër problemesh. Një nga problemet më serioze që kjo sëmundje shkakton është ngushtimi i enëve të gjakut, duke përkecuar kështu qarkullimin e gjakut. Qarkullimi i dobët i gjakut fillon dhe dëmton organet e tjera të trupit. Ngadalë, organizmi krijon mundësi për shfaqjen e sëmundjeve të tjera të rënda. Në këtë video do ju shpjegojmë ndër këshillat më të vlefshme të mjekëve për evitimin e kolesterolit të lartë dhe konsumin e duhur të yndyrnave. Por cila është sasia e duhur e yndyrnave që duhet të konsumoni? Mjekët prej kohësh ngrenë në një diskutim mbi këtë çështje, e cila është sasia e duhur e konsumit të ushqimeve dhe vlerave të tyre. Duke qenë se yndyra është e nevojshme në një sasi të caktuar për organizmin dhe shumë e dëmshme nëse mbartet në sasi të mëdha, ekspertët shpjegojnë një ndër ushqimet kryesore dhe rregullat për ta mbajtur atë nën kontroll. Një studim i vitit 2015, të cilit i referohemi sipas health.com, ekspertët rekomandojnë jo më shumë se 300 mg yndyrë të shëndetshme në ditë. Kjo shifër është e ndryshme për personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës me vetëm 200 mg yndyrna të shëndetshme. Gjithsesi, së fundmi këto shifra kanë ndryshuar sërish dhe kjo me numra të tjerë, por me një gujë ushqimesh për t'u evituar plotësisht. Mjekët rekomandojnë ndërprerjen e menjëhershme të gjithë ushqimeve që përmbajnë yndyrna të këqija. Këto të dhëna të ndryshme gjatë viteve, pas konfirmimit se yndyrnat e shëndetshme nuk përbëjnë rrezik për organizmin. Këtu futen ushqime natyrale me yndyrë si vaj ullirit, arrorët, avokado dhe banane. Përkundrezi, ato natyrale ndihmojnë në balancimin e kolesterolit të mirë në gjak. Kolesteroli i mirë është i rëndësishëm për një sër procesesh që trupit i duhet për të qenë më i shëndetshëm. Por a duhet të kombinohen yndyrnat e këqija dhe të konsumohen në dietën tuaj? Ekspertët tregojnë se me yndyrnat e këqija problemi nisin kur ju konsumoni më shumë se 10% të dietës suaj, duke bllokuar këtu arterjet. Për një person që konsumon rreth 2000 kalori në ditë, sasia e duhur e këtyre yndyrnave do të ishte 200 kalori për vetëm 22 gram. Për personat që kanë një konsum normal të kalorive rreth 1500, kjo sasi do të ishte pak më e vogël, rreth 15 gram në ditë. Mjekët thonë se edhe sheqeri luan një rol negativ në rritjen e kolesterolit dhe se konsumi i tij nuk duhet jetë më shumë se 6 lugë çaji në ditë për gratë dhe 9 për burrat. Në këtë sasi llogaritet edhe sasia e sheqerit që merret nga ushqimet. Por cilat janë ushqimet që nuk duhet i konsumoni nëse vuani nga kolesteroli? Ushqimet e pasur me yndyrë janë shumë, pasi edhe yndyra nuk është gjithmonë kërcënim për organizmin. Gjithsesi, jo gjithmonë kjo është e vërtetë. Disa ushqime duhet të evitohen, citohen health.com, dhe ato janë: mishrat e konservuar, ushqimet e skuqur, margarina, ushqimet që përmbajnë konservant, ushqimet që kanë përmbajtje të vajrave vegetal. Duke mbajtur parasysh këto këshilla në mendje, mundohuni të evitoni çdo ushqim të shpejtë dhe jo të freskët. Jo vetëm sepse përmbajnë sasi të madhe të kolesterolit, por edhe kriprave ose të sheqerit, të cilat janë gjithashtu shumë të dëmshme për shëndetin tuaj. Mirëmbajtja e shëndetit të zemrës kërkon nivele të ulta të yndyrnave dhe kolesteroli në gjak. Kolesteroli i keq shkakton trashjen e gjakut, duke e çelur rrugën edhe bllokimit të furnizimit me gjak në tru, në zemër, në këmbë, në veshka e të tjera. Një gjë e tillë jo vetëm që mund të shkaktojë atak në zemër, por edhe ishemi, edhe humbjen e jetës në mënyrë të parakohshme. Për të evituar këtë problem, kufizoni yndyrnat me bazë shtatëzore. Ekspertët thonë se
Por uljen e kolesterolit duhet të shmangni yndyrrat me bazë shtatësore, mishrat e përpunuar, mishin e kuq me djam ose atë të shpendëve me lëkurë. Po ashtu edhe për uljen e kolesterolit duhet të shmangni produktet e bulmetit me yndyrë të plotë, të cilat rrisin kolesterolin e keq. Konsumoni më shumë fiber. Ushqimet e pasura me fiber ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Përzgjidhni tërshërën, farat e bluara të linit, elbin, bishtajorat, frutat dhe perimet e nën tokës. Perimet janë gjithashtu shumë të rëndësishme për personat me kolesterol të lartë. Ekspertët thonë se njeriu duhet të ketë të paktën një vak të gjithë bimor një herë në javë. Këto përfshijnë fasulet, thjerëzat që ofrojnë proteinë me bazë bimore. Tregoni kujdes me karbohidratet. Studimet tregojnë se konsumi i ulët i karbohidrateve ndihmon jo vetëm për të rënë nga pesha, por edhe në paksimin e sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Zgjidhni tërshërën, fasulet, thjerëzat dhe frutat që japin më shumë energji dhe ju ngopin. Humbisni më lehtë në peshë. Nëse jeni mbi peshë ose obez, angazhohuni për të rënë nga pesha. Kjo e fundit ndihmon në uljen e kolesterolit të keq dhe ndikon pozitivisht në shëndetin tuaj. Filloni dhe lëvizni më shumë. Ekspertët rekomandojnë deri në 90 minuta aktivitet fizik në ditë, së paku ecje. Aktivitetet të tilla fizike rrisin ritmin e zemrës dhe vënë në përdorim shumë muskuj. Tregoni kujdes me ritmin. Aktiviteti fizik duhet të jetë intensiteteve mesatare dhe më pas duhet të avancojë në ushtrime të intensitetit të lartë në 2 herë në javë. Lëvizni sa më shumë. Çelësi i suksesit të një regjimi ushqimor ose aktiviteti fizik është qëndrueshmëria. Nëse kryeni aktivitet fizik rregullisht e pa ndërprerje, niveli i triglicerideve do të bjerë me të paktën 24%. Ekspertët tregojnë se për të ndihmuar në një shëndet më të mirë të zemrës dhe të kolesterolit, duhet të tregojeni më të kujdesshëm me atë që shtoni në pjatën tuaj. Kolesteroli mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj duke çuar edhe në probleme të tjera të shëndetit. Sipas Health.com do të rendisim disa pije të bëra vetë, të cilat mund të ndihmojnë personat që të stabilizojnë gjithashtu nivelet e kolesterolit. Në krye të listës qëndron çaji i jeshil. Katekina, një aminoacid që gjendet te çaji i jeshil, rrit nivelin e kolesterolit HDL, ndërsa ul nivelin e kolesterolit LDL që cilësohet i keq. Thjesht vendosni një qese ose një çaj me gjethe të lira në ujë të vluar për 3 deri në 5 minuta për të prodhuar çajin jeshil. Edhe qumshti i tërshërës është një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga problemet e kolesterolit, pasi do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe mbi të gjitha, do të ndikojë në balancimin e niveleve tuaja të kolesterolit, duke sjellë kështu përfitime unike në dobi të organizmit. Lëngu i domateve përmban antioksidantë siç është likopeni, që redukton nivelin e kolesterolit LDL, që është një përbërës i lëngut të domates dhe mund të ofrojë një mbrojtje shumë të mirë kundër problemeve të kolesterolit. Manaferat janë një burim i mirë i antioksidantëve që ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit LDL. Për të bërë një smoothie me manafera, thjesht përzgjeni manafera me qumësht, me kos ose me lëng. Lëngu i agrumeve gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Vitamina C e tij mund të ndihmojë në uljen e nivelit të kolesterolit LDL dhe është i pranishëm edhe në frutat agrume. Thjesht shtrydhni lëngun e portokallit, grejpfrutin ose limonit për të bërë një lëng agrumesh. Lëngu i shegës, vera e kuqe, pija e kakaos dhe pijet me shafran indije janë në recetat e tjera të cilat mund t'ju sjellin përfitime mahnitse në rregullimin e niveleve tuaja të kolesterolit. Është e rëndësishme që të mos neglizhohen shenjat dhe të adresohen vazhdimisht tek mjeku për të ndihmuar kështu në balancimin e niveleve të kolesterolit të dëmshëm në gjak. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim vetëm të informojnë dhe asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.